Çfarë janë karbohidratet dhe pse duhen kufizuar? Karbohidratet janë një nga 3 makronutrientët kryesorë që trupi ynë ka nevojë për të funksionuar, së bashku me proteinat dhe yndyrrat. Roli kryesor është të furnizojnë trupin me energji. Kur i ham, trupi i shndërron ato në glukozë, sheqer në gjak, të cilën qelizat, muskulatura dhe truri e përdorin si karburant. Ato ndahen në 2 grupe: karbohidrate të thjeshta, të dëmshme të rafinuara. Gjenden te sheqeri i bardhë, ëmbëlsirat, lëngjet e frutave, buka e bardhë, brumrat dhe makaronat e rafinuara. Këto absorbohen shumë shpejt nga trupi. Karbohidrate të përbëra, të shëndetshme dhe komplekse. Gjenden te perimet, legumet si fasulet dhe thjerrzat, drithrat integrale, tërshëra orizi, kafeja dhe hudhra e njom. Këto përmbajnë fibra, çka bën që të absorbohen ngadalë dhe të mos rrisin menjëherë sheqerin e gjak. Pse duhen kufizuar karbohidratet, sidomos ato të rafinuara? Kufizimi i karbohidrateve, veçanërisht atyre të thjeshta dhe të rafinuara, sjell disa benefite të mëdha për shëndetin dhe menaxhimin e peshës. Kontrolli i insulinës dhe i sheqerit në gjak. Kur ham shumë karbohidrate, sheqeri në gjak rritet me shpejtësi. Për ta ulur këtë sheqer, pankreasi prodhon insulinë. Insulina është gjithashtu hormoni që urdhëron trupin të ruajë dhjamin. Duke kufizuar karbohidratet, nivelet e insulinës mbeten të ulta dhe të stabilizuara, duke i lejuar trupit të djegë dhjamin e depozituar për energji. Reduktimi i urizë dhe i dëshirës për të ngrënë. Karbohidratet e rafinuara shkaktojnë luhatje të mëdha. Sheqeri ngrihet shpejt dhe bie po aq shpejt. Kur sheqeri bie, trupi sinjalizon uri të menjëhershme dhe dëshirë për sëri diçka për të ngrënë të ëmbël apo brumë. Zëvendësimi i tyre me ushqime të pasura me fibra, proteina dhe yndyrna të shëndetshme ju mban të ngopur për shumë më gjatë. Humbja më e shpejtë e peshës dhe ujë të tepërt. Karbohidratet mbajnë ujë në trup. Çdo gram karbohidrat që depozitohet si glikogjen në muskuj mban rreth 3 deri në 4 gram ujë. Kur ulim karbohidratet, trupi çliron këtë ujë të tepërt menjëherë. Ndaj, javën e parë të një regjimi të tillë, shihet një rënje e shpejtë në peshë dhe më pak fryrje. Përmirësimi i niveleve të energjisë dhe fokusit. Ndryshe nga mendimi i përgjithshëm se ne na duhet sheqer për energji, luhatjet e tij shpesh shkaktojnë atë ndjesinë e lodhjes apo mjatullës së trurit pas ushqimit. Kur trupi mësohet të funksionojë me më pak karbohidrate, nivelet e energjisë janë më konstante gjatë gjithë ditës. Si bëhet kufizimi në mënyrë të zgjuar? Nëse dëshironi të ndiqni një regjim me pak karbohidrate, sekreti nuk është të urinoni, por të zgjidhni burimet e duhura. Fokusohuni te fibrat, perimet pa amidon, si brokoli, lule lakra, spinaqi, lakra, shpargulli dhe hudhra e njom. Këto janë të shkëlqyera sepse kanë shumë pak karbohidrate neto. Rrisni proteinat dhe yndyrnat. Vezët, mishi, peshku, djathrat dhe vajrat e shëndetshme si vaj i ullirit apo avokado do t'ju japin ngopjen e dur pa prekur nivelet e sheqerit në gjak. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rekomandimi standard për një të rritur të shëndetshëm është që 45 deri në 65% e kalorive totale ditore të vinë nga karbohidratet. Për shembull, nëse një person konsumon mesatarisht 2000 kalori në ditë, rreth 900 deri në 1300 kalori duhet të vinë nga karbohidratet, që i korespondon afërsisht 220 deri në 325 gram karbohidrate në ditë. Megjithatë, OBSH vendos një kusht kritik. Pjesa dërmuese e tyre duhet të jenë karbohidrate komplekse,
drithra integrale, perime, fruta, legume dhe të pasura me fibra, ndërsa sheqerna të shtuara të thjeshta nuk duhet të kalojnë më shumë se 5 deri në 10% të kalorive ditore. A është më mirë t'i përmbajmë gjithmonë kësaj përqindjeje? Jo domosdoshmërisht për çdo njeri. Ky udhëzues me prej 45 deri në 65% është krijuar si një rekomandimi i përgjithshëm për popullatën globale, por nevojat e secilit individ ndryshojnë në bazë të gjenetikës, stilit të jetesës dhe qëllimeve shëndetësore. Ja pse për shumë njerëz mund të jetë më mirë të konsumojnë më pak se sa përqindja që thot OBSH. Niveli i aktivitetit fizik. Rekomandimi i OBSH-s është ideal për njerëzit shumë aktiv, atletët ose ata që bëjnë punë të rënda fizike, pasi muskujt e tyre kanë nevojë për glukozë të vazhdueshme. Por nëse një person bën një jetë kryesisht ulur, punë në zyrë, pak lëvizje, 60% karbohidrate në ditë mund të jenë thjesht teprit karburanti, të cilën trupi nuk e djeg dot dhe e depoziton si dhjam. Rezistenca ndaj insulinës dhe rreziku i diabetit. Njerëzit që vuajnë nga rezistenca ndaj insulinës, prediabeti ose diabeti i tipit 2, nuk e procesojnë dot mirë këtë sasi të lartë karbohidratesh. Për këto kategori mbajtja e karbohidrateve në nivelet më të ulta, për shembull 20 deri në 35% të kalorive totale, ndihmon në mënyrë drastike në stabilizimin e sheqerit në gjak dhe uljen e nevojës për medikamente. Menaxhimi i peshës dhe gopja. Shumë njerëz zbulojnë se duke reduktuar karbohidratet dhe duke rritur proteinat dhe yndyrnat e shëndetshme, e kanë më të lehtë të bien nga pesha. Kjo ndodh sepse proteinat dhe yndyrnat mbajnë gopur për më gjatë dhe parandalojnë luhatjet e herpasershme të sheqerit që nxisin urinë artificiale. Fokusi te karbohidratet neto dhe fibrat. Në vend të përqindjes fikse globale, një qasje më moderne dhe personalizuar është fokusimi te karbohidratet neto. Karbohidrate totale minus fibrat. Konsumimi i perimeve pa amidon, si spinaqi, brokoli, lule lakra, shpargulli, hudhra e njom, ofron të gjitha mikronutrientët dhe fibrat e nevojshme, pa e ngarkuar trupin me ngritje të padëshiruara të insulinës. Udhëzuesi i Organizatës Botërore të Shëndetit është një bazë e mirë parandaluese për popullatën e gjerë që të mos keq ushqehet, por nëse po kërkoni optimizëm të energjisë, humbje peshe ose kontroll më të mirë metabolik, përshtatja e asaj përqindjeje, shpesh duke ulur atë, sipas stilit tuaj të jetesës, jep rezultate shumë më specifike dhe efikase.